Për fatkeqësinë e një familje. Ola per. S'bën me fulti për fatkeqësinë e një familje. O njeri lig. O qen. O qen. Ç'është tjetër? Ç'ish më mundesh me fol për një fëmijë që kisha dal për shembull, kisha dal. Kisha dal. Mundesh me fol për një fëmijë që kisha dal. Që ka vdek 15 vjet, që ti kisha dal. Tragjike. O qen. O i paftyrë. Kisha dal. Ma kanë se ti kisha dal. Kisha ardhur të gjeneru këtu. Jo, në zati. Unë ju dal zot, këtë aty në familjeve që kanë ndodhur fatkeqësi e tillë, edhe ti e ke shpërduar për një mizet për të views. O qen. O qen. Ky është një lloj momenti ku ky Gerti i thotë ishte duke debatuar me Gimbon. Dhe Gimbo arriti në një moment që ta bllokonte Gertin, që ta kuptonin se si ka nisur. Po aty tek ai vend dhe në atë moment që u bllokua Gerti për të shmangur atë bllokimin që bëri Gimi në diskutim në debatin e tij me atë në debat e sipër, edhe i thotë ta më trego pak për historinë e vllajt Gjesti se kam dëgjuar. Në fakt, ajo histori, jo se unë nuk u dëgjua, po deportoj për te i gjithëve. Ndoshta nuk kemi qenë afër kur ndodhi fizikisht, po kemi qenë shpirtërisht e kemi ndarë dhimbje. Gjithsesi, jam duke thënë që nuk arriti dot ta mund të le themi në debatin që kishte me Gimbon për ta shmangur dhe për të dalë si për ti edhe për ta nxjerrë nga vetja, dhe është mëse normale që del nga vetja, se të përmendesh për shembull një fatkeqësi që i ka ndodhur dikujt për loj, kjo është idiotësi e madhe. Se dikush i mund të thojë për shembull që sepse lexoj komentet që thonë lojtari fort ky Rogerti. Po nuk është lojtari fort kur merresh me situata nga jashtë. Duhet merrem me situata që kanë ndodhur aty brenda. I thot Selinës për shembull teze ti ke sugardati se tezeja ku diun i përmend njerëz nga jashtë. I thot këtij tjetrit këtu i përmendi çfarë kush ja paguan qeran ju djellza që u përfol atëherë vjet për Gjestin. Situata jashtë kjo. Tani futën në një situatë pa shpirt le themi, e kupton, kjo është jashtë limiteve njerëzore, edhe i thot për pjesën e fut e përzien pjesën e fatkeqësisë së Gjestit. Unë nuk e di, domethënë, nëse ju e quani lojtar të mirë, e di ku mund t'i them lojtar të mirë unë këtij. Unë do t'i them lojtar të mirë këtij atëherë kur filloi të lozi brenda mureve të shtëpisë, se jashtë mureve të shtëpisë mos harroni ka qenë 35 ditë jashtë. Edhe ka mbledhur dhe informacione, bile si ka shpëtuar dhe goja, që tha në një debat parmbrëm, në diskutim parmbrëm bas Darkës Prime, tha që unë e dija që ti do futesh që i tha Gimbos. Domethënë, ky është futur me shumë informacione në brenda, jashtëzakonisht shumë, dhe normale po i përdor ato. Dhe derisa të përdori ato, ne do të dëgjojmë shumë budalliqe. Deri kur t'i mbarojnë ato, po atëherë po le të themi që do ta vlerësojmë lojën e tij sepse është brenda mureve. Po me këtë që bëri ai, unë nuk e di për shembull, nëse i duket e hijshme, aty është vërtet një eksperiment social. Ka hyrë gjithsecili është një garë për çmim të madh. Po mos harroni që ajo garë le edhe një llantru, për shembull në këtë rastin e Gimbos, ky djali, ky Rogerti që përmendi fatkeqësinë që ndodhi me Gjestin, kjo mendoj unë është për të ndëshkuar. Hera pare, hera e dytë, hera e tretë, Kristit i thot do ta shqyj kurrizin, pastaj i thot në mënyrë figurative, se ka një gjë Rogertin nëse nuk i keni vënë. Të ofendon, të shan, të kërcënon dhe thot pastaj në mënyrë figurative. Dhe kjo gjë nuk e di pse nuk kanë vënë ata të mëdhenj të Bigut. Shpresojmë që këtë Prime për shembull merr në një lloj mase se nuk luhet me situata fatkeqësitë e njerëzve që janë jashtë. Hajde.